Me lule në duar i pritën sot gratë e burrat që kontribuan në forma të ndryshme për luftën e fundit për ta shënuar kështu edhe ditët e 7-8 marsit. Organizuar prej Kuvendit të Rinjve në Ferizaj në bashkëpunim me policinë, sot u bën bashkë gratë e profesioneve të ndryshme për të theksuar rëndësinë e vlerat e gruas në etapa të ndryshme e sidomos përgjatë luftës. Dikur ushtare UÇK-s se sot Policia e Shtetit të Kosovës, Makbuli Mustafa, e cila së bashku krah 4 kolegeve të saj, dha gjithçka nga vetja për luftën. Si një grua kosovare, po ta nderin, isha pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Duke i shërbyer atëherë në ditët më të errëta kur liria ishte një ëndër e shenjtë e lagët. Lufta nuk ishte vetëm e burrave, por edhe e grave që sakrifikuan rinjt, familjen dhe jetën për një të ardhme më të ndritur. Gratë luftëtare nuk ishin thjesht mbështetëse, ato ishin luftëtare të barabarta duke mbajtur armën për krah vëllezërve të tyre, duke u kujdesur për të plagosave dhe duke kontribuar të pasaventueshëm në organizimin e rezistencës. Organizimet e tilla nga rinia i ka vlerësuar edhe kryetari i OVL-s në Ferizaj, i njëjti tha se pa e kujtuar të kaluarën s'ndërtohet e ardhmja. Për neve ka rëndësi që të ndodhin kjo që po ndodh sot me kujtu të kaluarën, sepse dim ta ndërtojmë të ardhmen. Për neve si organizatë ka rëndësi të madhe që rinia e sotit din dhe e ka kuptuar se ndërtimi i këtij shteti, themelit e këtij shtetit janë po aty ku është dhënë kontributi, në veçantë për atë që jemi mbledhur sot për femrën shqiptare që ka kontribuar në rrjedhat historike. Për vlerat e gruas folën edhe gratë të tjera të pranishme, përfshirë organizatorët e kësaj ngjarje.